Ne në datë 29 shtator kemi marrë një vendim për dhënien e titullit kryetar nderi për ish kryetarin e Komitetit Ekzekutiv Gjergj Bella. Për të qenë sinqert, edhe nga pjesa jonë është marrë pak me neglizhencë kjo gjë, edhe pse jo unë personalisht. Por nga ana tjetër, shumë të dhëna dhe materiale dolën pas dhënies dhe pas miratimit të këtij vendimi. Dhe janë faktuar, faktohen dhe shikohen, ndoshta ju, bashkia, këshilli, mund të justifikohet në faktin se kemi pasi shkresë dhe me të drejtë kemi pasi shkresë në autoritetit dosjeve, ku aty citonte që zotnia nuk ka qenë antar i Komisionit Internim të Dëbimit në qendër. Por kjo nuk e shkon te faktin që më mbrapa e njohur që ishte kryetari i Komisionit të Internim Dëbimeve këtu. Sepse sipas një dekreti dalë asaj kohe e mandatonte drejt për drejt kryetarin e Komitetit Ekzekutiv si kryetar të Komisionit të Internim Dëbimeve. Që mos zgjatem sepse çdo këshilltar e ka përpara këtë material. Do doja që të ndiqen të gjitha hapat e mundshme patjetër ligjore, në mënyrë që jo vetëm ne, por kushdo nga ky këshill të dalë faqe bardhë, le të themi, të tërhiqet ky si titull, sepse na nderon jo vetëm ne, por na ndal edhe një precedent në të ardhmen. Nuk mundet kurse që asnjëri prej nesh bëhet palë dhe të mbështesë ish figura të sistemit diktatorial. Dhe jo vetëm që s'duhet ta dekorojmë, por ama duhet edhe t'i dënojmë nëse është e mundur. Dhe në fundit fare, gjithë ato reagime do prisja dhe duke vënë veten pozitiv, prisja që vetë zotnia dilte dhe thoshte po na merrin se unë kam qenë pjesë. Nuk e bën një gjë të tillë, hajde ta bëjmë ne, të nderojmë këtë përballje që është bërë këtij këshilli bashkëtor, të nderojmë veten tonë dhe të ndalim këto precedent. Kaq ishte.